Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës Ujorit. Do bëjmë një mesazh nga letrat Osho, ashtu i quajnë, dhe mesazhi juaj është: zgjim shpirtëror, ndriçim, prani e pastër, vedi e lartë, të dashur Yor. Kjo letër shpreh një moment zgjerimi të vedijës, ku je në kontakt të thellë me të vërtetën tënde. Nuk ka më nevojë për analiza, mendime ose ndjesi të mbivendosura, vetëm prani dhe qartësi. Të fton të zhvendosesh nga reagimi në vëzhgim, nga përfshirja emocionale në vedije të thellë. Mesazhi i kësaj letre thotë: je më shumë se mendimet e tua, emocionet e tua apo historia jote. Ti je vedia që i vëzhgon ato. Një letër që fton të hysh në këtë hapësirë të shenjtë të vëzhgimit të pastër, ku nuk ka gjykim, por ka vetëm dritë. Në thelb pasqyron një ndërgjegjësim të lartë shpirtëror dhe të kujton se qartësia, paqja dhe përgjigjet që kërkon nuk gjen të njashtë, por brenda këtij qasi të plotë ndërgjegje. Nëse kjo letër ju del, siç ka dalë sot në mesazh apo në letra, ajo fton të ndalesh, të jesh prezent, të lësh mendjen me një anë për të bashkuar me qënjen tënde të vërtetë. Fokusi tek ju, të dashur Ujor.